Pas 3 vitesh, negociatorët izraelit dhe palestinezi janë rikthyer tavolinës së negociatave. Kryenegociatori izraelit Tzipi Livin dhe homologu i tij palestinez janë ulur bashkë në iftarin që ka shtruar sekretari amerikan i shtetit John Kerry në departamentin e shtetit që shënonte fillimin e këtyre bisedimeve. Në iftar ka marrë pjesë dhe Martin Indyk, të cilin Kerry ka caktuar si emisar të Shteteve të Bashkuara në këto negociata, pak orë para takimit të SN-s në Washington. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se ky ishte një moment shumë i veçantë. Me erë dhe presidenti amerikan Barack Obama mirëpriti diskutimet, por paralajmëroi se zgjedhjet e vështira janë përpara. Bisedimet rifilluan 3 vjet pasi Izraeli miratoi lirimin e më shumë se 100 burgosëve palestinez. Në 5 muajt e fundit, Kerry ka bërë 6 vizita zyrtare në lindjen e mesme në një përpjekje për të rifilluar negociatat. Megjithëse nuk ka dhënë shumë detaje nga ky takim i parë, zëdhënësi e departamentit të shtetit Jen Psaki ka thënë se qëllimi i bisedimeve fillestare do të jetë të skicojë një rrugë në vend se sa të përpiqet për trajtuar çështjet të mprejta mes dy palëve. Pikat kryesore të fërkimit përfshin të ardhmen e vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor, statusin e Jeruzalemit dhe fatin e refugjatëve palestinez.